Përshëndetje dhe mirë se keni ardhur në këtë video të re. Sot, çuna, nuk është një video me FQ Mobile, apo DNS, apo Roblox, apo Free Fire. Sot, çuna, do të rregoj në kualifikimin e Shqipërisë në play-off. Presim sa të shkojmë në Google. Okej, çuna. Atëherë, çuna, nesër është ndeshja Shqipëri-Angli. Në Shqipëri, në Air Albania Stadium. Atëherë, Shqipëria ka 14 pikë, është e dyta, jemi të kualifikuar në play-off, kurse Anglia është të kualifikuar në Kupën e Botës. Atëherë, për mua këtë ndeshje fiton, jo, nuk e fiton asnjëra, bën barazim 1-1. Gol i Aslanit dhe i Harry Kane. 1-1. Ok, ata është ti. Do shohim një ndeshje tjetër. Kjo është ndeshja tjetër. Kosovë-Sloveni. Nuk është kombëtare jonë, shqiptar, po të folim edhe për Kosovën në këtë video. Kosova është në vend të dytë me 7 pikë. Ne sot në orën 8:45 minuta los Sloveni Kosovë. Kosova është në vendin e 7, në vendin e dytë me 7 pikë, sa trova, kurse Slovenia është në vend 3 me 3 pikë. Kurse skuadra me pikë është në vend 4, është Suedia. Kurse Zvicra është në vend parë me 10 pikë. Okay. Për mua këtë ndeshje e fiton Kosova 1-0 kundër Slovenisë. Për mua lojtari që bën gol i Kosovës do mendoj se është Fisnik Aslani. Dhe të shtit çunat do flasim pak për kombëtarën shqiptare. Kombëtare shqiptare, çuna, është në vend të dytë me Sardini dhe është kualifikuar në play-off, si që thash pak më parë, edhe ndeshja që Shqipëria do lozi kundër Anglisë nuk është dhe shumë e rëndësishme, se Shqipëria është kualifikuar në play-off dhe Anglia është në Kupën e Botës. Kurse Serbia do jetë ose e eliminume, ose kualifikohet me një nga 3 më të mirët në grupe. Ok. Atëherë çuna, do të them kush mund të jenë shtetet që Shqipëria mund të luaj në play-off. Në play-off ekipet që mund të losin kundër Shqipërisë janë Kosova, Maqedonia e Veriut, Kosova, Maqedonia e Veriut, Romania, Skocia, Galles, Wales, anglisht, edhe Hungaria. Këto mund të jenë shtetet që Shqipëria mund të kapi në play-offin e Kupës Botës, do të thonë. Them ekipet europiane që janë kualifikuar në Kupën e Botës, që janë kualifikuar në Kupën e Botës 2026. Atëherë, skuadra e parë është Anglia, që është kualifikuar ka një muaj. Anglia, Olanda është kualifikuar. Kroacia është kualifikuar. E në gjithë kualifikuar të tjerë që do të them. Kroacia, Zvicra, i mjaftojnë të ndeshje Zvicrës për të fituar edhe kualifikohet në Kupën e Botës.
To maj men, no? Si maj men tjerë, po edhe mos harroni të bëni like, subscribe dhe të bëjmë sa më shumë video. Edhe më shkruani poshtë në komentet se çfarë ekipi do donit juve që të qellote Shqipërisë në play-off. Dëgjoni. Hungaria, Rumania, Wales, Skocia, Kosova, Maqedonia e Veriut. Këto janë ekipet që edhe Bosnia e Hercegovina. Këto janë ekipet që mund t'i qellojnë Shqipërisë në play-off. Më shkruani poshtë në komentet kush qin do donit ju të los Shqipëria. Unë do shëroja që të qellohet Maqedonia e Kosova. Dhe ishte shumë e bukur në ndeshjen me Kosovën. Dhe kjo është video për sot çuna. Shpresoj të ketë pëlqyer. Mos harroni të bëni like, subscribe dhe fshihemi në videon tjetër. Bye bye.